Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rreshtet intensive të shiut në disa pjesë të Maqedonisë së Veriut kanë shkaktuar probleme, kryesisht vështirësi kanë në rajonin e Pollogut dhe në komunën e Tetovës. Qendra për menaxhim e kriza raporton se ka sipërfaqe të ujit të nën kalime dhe mbi kalime. U bë thirrje qytetarëve për kujdes të shtuar gjatë lëvizjes në rrugë dhe shmanges të lëvizjes në këto pjesë të infrastrukturës rrugore. Drejtoria e punëve hidrometeorologjike në Maqedoninë e Veriut njoftoi se në disa vende rreshtet do të jenë më të rrëmbyeshme veçanërisht gjatë natës. Lokalisht pritet të ketë kushte për stuhim me era me shpejtësi mbi 60 km/h. Gjatë natës do të fryrë mesatare deri në të përforcuar në drejtimin jugor. Do të ketë vranësira të ndryshueshme me rreshje të përkohshme lokale të shiut. Në orët e pasdites dhe të njëjtën rreshje do të jenë me intensitet më të dobët. Të premten dhe në ditët e fundjavës priten sërish rreshje më të rrëmbyeshme shiu. Moti i keq që ka përfshirë dhe Italinë ka shkaktuar rrëshqitje dherash dhe përmbytje rrugësh në disa zona. Çirat e rrëmbyeshëm morën me vete një shtëpi në Brazano, në provincën e Gorizias. Një person u nxori gjallë nga rënoja teksa vjojnë kërkimet për 2 persona të zhdukur, një burr 32 vjeçar gjerman dhe një grua 83 vjeçare. Ndërkohë të paktën 300 persona janë evakuuar pasi lumi Torre doli nga shtrati. Përmbytjet vazhdojnë kryesisht në zonën e Ligurias që është dhe më e goditura. Banorët e Slovenisë perëndimore po përballen me rebeshe shiu. Një urë në Bordeaux shëm dhe disa rrugë dëmtuan, duke i lënë të izoluar rreth 150 njerëz në vendbanime të vogla në komunën e Bordeaux. Disa ndërtesa u përmbytën për shkak të ujrave, ndërsa shiu i rrëmbyeshëm shkaktoi gjithashtu shumë rrëshqitje toke. Kryetare e administratës komunale të Bordeaux, Anita Manfreda, tha se ata regjistruan më shumë se 30 episode përfshir 5 ose 6 rrëshqitje të mëdha toke. Dhjetori vitit 2025 pritet të sjellë ndryshime të rëndësishme në kushtet e motit në gjithë hemisferën veriore të shkaktuara nga një vorbull polare jashtëzakonisht e fortë dhe me fillim të ershëm. Ky fenomen atmosferik i shkaktuar nga ngrohje e papritur në stratosferë do të shkaktojë dobësimin vorbullës polare. Do të lejojë që ajri i ftohtë arktik të zbresë gjerësitë e mesme dhe të ulta gjeografike. Ulumtimet tregojnë se kjo do të ndikojë seriozisht në klimën dhe modelet e motit duke sjellë me vete valë të ftohta, rreshqe të dendura shiu dhe periudha dëbore veçanërisht në rajonet që zakonisht nuk janë mësuar me kushte të tilla. Fillimi i dhjetorit mund të jetë fillimi i një dimri të ashpër veçanërisht në zonat malore ku trarësia e dëborës do të jetë e konsiderueshme. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.